cila është ngjarja që të ka ndodhur dhe që nuk i me harru asnjëherë prej gjithë këtij kompeticioni, prej gjithë kësaj eksperiencë një ujore? Ishte shumë e veçantë që takuam vajzat nga gjithë bota, por që do kisha me thonë, kam vizitu një tempull, ka qenë në Hyderabad, ishte 4 orë realisht nga Hyderabad. Ka qenë diçka shumë e bukur. Nuk kam ndje diçka të ngjajshme asë njëherë. Jam shumë e lidhur me Zotin, por që aty tregoshin që ka pas eksperienca shumë të ndryshme. Mbase edhe mu lidh mu edhe besova më shumë, por që është një tempull, quhet Ramappa Temple, edhe njerëzit janë zgju, do me thonë, prej komës, ka pas shumë raste që ka ndodhur mrekulli atje, edhe unë ndjeva një lirim, pasi që kam qenë pak e ngarkuar emocionalisht, ndjeva një lirim në një tjetër niveli. Shprehen ndonjë dëshirë? Po, patjetër. Ishte kjo mise tani su realizue, por që po, patjetër. Ishte një vend që vërtet ke mujt, edhe nëse nuk është feja jote, mundesh me ndjetë që ka diçka, edhe të mjafton vetëm me besu.